Lezhë po hyn në një fazë të re në menaxhimin e mbetjeve duke investuar dhe në riciklim dhe uljen e ndotjes. Pas ndryshimeve në sistemin e grumbullimit, bashkia ka nisur ndërtimin e një qendre moderne riciklimi me mbështetjen e GIZ. Ky projekt shqis një hap i rëndësishëm në reformën e pastrimit që synon jo vetëm një organizim efikas, por dhe uljen e kostove për qytetarët dhe bizneset. Kryebashkiaku Pierre Indreu thekson se ndarja e mbetjeve sipas kategorive do të ndikojë drejt për drejt në reduktimin e sasisë që përfundon në landfill, duke sjellë përfitime edhe për familjet dhe bizneset përmes lehtësimeve në tarifa. Kuptimi i implementimit është një sipërmarrje e guximshme, sepse nëse bota ka kohë që e bën, ne na duhet ta fusim si koncept. Dhe për ta bërë këtë mundur, ndërkohë që ne jemi në harmoni me GIZ dhe besoj shumë shpejt ne do kemi projektin në dorë dhe fillojmë qendrën multifunksionale aty, ne jemi paraprirë kësaj historie me për të ndërtuar gjithë bazën ligjore, gjithë skemën, mënyrën e vepruarit, ku kemi futur praktikën e nxjerrjes morar me qese. Nga në momentin që ne fillojmë edhe qendrën multifunksionale të riciklimit të mbetjeve, ne llogarisim që të bijmë 25% por më shumë të sasisë që ne shohim në landfill. Duke qenë se që më pak detyrimisht ne fitojmë një sasi mjetësh monetare të cilat ne nuk i çojmë aty. Dhe do i përdorim plus shitjes që do i bëjmë materialeve të riciklueshme që normalisht do gjenerojmë lek. Aty do mbajmë një staf, do pasurojmë her pas here me mjete të ndryshme, do bëhet një qendër akoma edhe më avancuar se do hyjmë në fazë tjetër. Modelit jemi referuar modelit të një qendër në Bonn, bashkë me GIZ, pra kemi marrë si model në Gjermani. Dhe gradualisht ne dhe stimulojmë pastaj biznesin dhe familjarët që të nxjerrin në një orë caktuara gjithë mbetjet e riciklueshme. Do të nxjerrë? Po. Ne shkojmë ja marrim biznes dhe nëse një biznes dhe një familje vetë deklarohet her pas here se e bën këtë, ne do të disponohemi me një uljen e tarifës së pastrimit që paguajnë çanta paguajnë, që nuk është pak disa biznese. Prej muajit qershor, shërbimi i pastrimit menaxhohet drejt për nga bashkia me oraret përcaktuara dhe me heqjen graduale të koshave tradicionale dhe vendosjen e koshave me ndarje për mbetjet e vogla të kalimtarëve. Me këtë ndërhyrje, Lezhë qëndron të reduktoj ndjeshëm mbetjet dhe të ndërtojë një sistem të qëndrueshëm në menaxhimin e mbetjeve në linjë me praktikat e Bashkimit Evropian.